Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Falëndrimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala, atë të vetmin e falenderojmë, vetëm prej Tij falje ndihmë, udhëzim kërkojmë, atë të cilin e udhëzon Allahu nuk ka kush që e devijon, ndërsa atë të cilin e devijon Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka Zot I cili e meriton adhurimin përveç Allahut te baraka wa ta'ala, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Allahut, paqja, mëshira, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme dhe shokët e tij fisnik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, o vëllezër të nderuar, motra të respektuara. Assalamu alaikum, Allah I nderuar Esmail. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sonte me lejen e Allahut azza wa jalla kemi një nismë shumë të veçantë. Sot do të fillojmë me një kurs të ri, konkretisht rreth shkencës së tajwidit. Shkenca e tajwidit, vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara dhe vëllai I nderuar Esmerald, është një shkencë prej shkencave të rëndësishme në raport me shkencat e fesë, pasi që është prej shkencave e cila na jep shkëlqësinë apo na mëson që ta lexojmë Kur'anin famulart, fjalën e Allahut azza wa jall, ashtu qysh e ka zbrit, ashtu qysh pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka recitu Kur'anin dhe ashtu qysh na kanë transmetuar të shëgu sahabët, shokët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun azza wa jall në start që Allahu subhanahu wa taala të na ndihmoje, të na lehtësoje këtë projekt sublim, që të na dhuroje bereqet. Në fillim, vëllai I nderuar Esmerald, po dhe ju shikues të nderuar, është me rëndësi të dini se shkenca e tajwidit në formë teorike është përpilu më vonë nga dietarët tonë të ndershëm. Në fillim, na siç e dim, Allahu xhelle xhelalu ja ka zbrit Kur'anin famulart pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përmes Xhibrilit alayhi salam, edhe Xhibrili alayhi salam ja ka transmetuar ashtu siç e ka dëgjuar nga Allahu subhanahu wa taala, në formën më të kompletuar, në formën perfekte, do të thonë me rregullat të tajwidit, do të thonë në formë praktike. E pejgamberi alayhi salatu wasalam ashtu siç e ka dëgjuar prej siç e ka marrë prej Xhibrilit alayhi salam, ja ka transmetuar edhe sahabëve. Edhe sahabët e kanë ndëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fjalën e Allahut, edhe ata ashtu e kanë recituar, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam I ka mësuar çu ta recitojmë në formën e kompletuar. Në fillim, kjo si hyrje është me rëndësi ta dim, në fillim nuk ka pas nevojë të shkruhen rregullat e tajwidit. Pse? Pasi që ata kanë qenë arab. Ata në praktik I kanë zbatuar ato rregulla, do të thonë në formë perfekte. Por se pastaj, pasi që Islami u përhap edhe në vende tjera, pasi që hynën edhe jo arab në fenë Allahut azza wa jall, atëherë u shfaq një fenomen I ri. Cili është ai fenomen? Fenomeni I keq shqiptimit të fjalëve. Për çfarë arsye kjo? Për shkak se kur dallon gjuha, edhe nëse mundohet dikush, ka mundësi me gabu në një gjuhë të huaj. Pasi që ka germa apo shkronja që nuk ekzistojnë. Madje edhe sot na e shohim, edhe shumë njerëz që mësojnë gjuhën arabe apo leximin e Kur'anit kanë gabime. Pasi që janë disa shkronja, disa germa që nuk ekzistojnë në gjuhën e vet që e ka pas. Edhe ky fenomen edhe atëherë ka ndodhur. Edhe këtë gjë e kanë vrejt sahabët. Edhe si mas parandaluese, si preventiv, kanë dashur patjetër të marrin, domethënë të marrin mekanizmat, të vendosin rregullat që të ruhet fjala e Allahut azza wa jall, që mos të hyjnë gabimet edhe në fjalën e Allahut xhelle xhelalu. Kështu që Ali radhiyallahu anhu e obligoi apo e detyroi Ebul Aswad ad-Du'ali që këto rregulla ti përpiloj, ti vendose, do të thonë rregullat e tajwidit në libër apo të qesin në shkrim. Kjo me fjalë tjera është vetëm pasqyrim I asaj që ka qenë prezente apo aktive, që është praktikuar në praktik. Do të thonë fjalën e Allahut azza wa jall, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lexuar ashtu siç e don Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë me tajwid. Sahabët e kanë lexuar, e kanë recituar me tajwid.
Amo pastaj, ka ardhë nevoja, ka lind nevoja që të shkruhet, që pasqyrohet ajo që ka qenë. Kështu që, ky tabi i nderuar, Ebul Aswad ad-Duali, i cili ka qenë prej tabiinëve të mëdhenj, bashkë me disa dietarë tjerë në këtë fushë, sikurse Al-Khalil ibn Ahmed al-Farahidi dhe po ashtu Ebu Ubejd al-Qasim ibn Salam, këta e kanë marrë pjesë në këtë projekt shumë sublim, shumë të ndershëm, shumë me vlerë, me privilegj të lartë tek Allahu subhanahu wa taala, që ta shënojnë, ta qesin në libër apo në shkrim shkencën e tajwidit. Vllai nderuar Esmerald, kjo ishte pak si hyrje që të kuptojmë se si erdhë deri tek përpilimi i shkencës së tajwidit. Dietarët tonë të nderuar, si çdo shkencë tjetër të fesë, po ashtu edhe në lidhje me tajwidin, ata i kanë përmend disa njohuri të rëndësishme në mënyrë që ta prezantojnë atë shkencë. E para që duhet me ditë si quhet kjo shkencë, kanë thonë quhet ilmu tajwid. Është ilmi i tajwidit. Tash duhet me kuptu çka është tajwidi. Tajwid, kanë thonë dietarët, e kanë në aspektin gjuhësor, në aspektin gjuhësor, at-tahsin, apo al-itqan, apo al-ihkam, që do të thotë përsusmëri, apo diçka që bëhet në mënyrë perfekte, në mënyrë të kompletuar. Ndërsa në terminologjinë fetare, dietarët kanë thonë se shkenca e tajwidit është një shkencë e cila merret me dhënien e hakut apo të drejtës ndaj çdo shkronje. Ndaj çdo shkronje, çdo gjerme të Kur'anit famullar, si dhe meritën e saj që ka nga aspekti i cilësive dhe po ashtu nga aspekti i vendaljeve, sipas rregullave të përcaktuara, me qëllim që leximi i Kur'anit, apo recitimi i Kur'anit të bëhet në atë formë që është shpall të dërguarit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga ky këndvështrim shohim edhe rëndësinë e kësaj shkence, pasi që kjo shkencë na mundson ta ruajmë gjuhën tonë nga gabimi në librin e Allahut azza wa jall, nga gabimi në recitimin e librit të Allahut azza wa jall. Kjo është fryti madhor i kësaj shkencës. Edhe kur ruhet kjo, atëherë ruhet edhe kuptimi, sepse na e dim kur nëse bëjmë gabime në shqiptim të fjalëve, atëherë ndryshon edhe kuptimi. Edhe ka mundësi të merr kuptim shumë të gabueshëm. Prandaj, një fryt shumë i madh, një dobi shumë e madhe e kësaj shkence është që na ruaj gjuhën tonë nga gabimet në fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edhe e shohim rëndësinë edhe pozitën e lartë që ka kjo shkencë. Një element tjetër që duhet me pas parasysh është subjekti i saj, e ajo është çka? Është fjala e Allahut azza wa jall, është Kur'ani në aspektin e shqiptimit. Kjo është subjekti i kësaj shkence. Rreth vlerës së saj, çka mundi me thonë rreth vlerës së saj? Vlera e saj është se kjo shkencë është prej shkencave më fisnike nga shkencat e fesë, pasi që lidhet me fjalën e Allahut subhanahu wa taala, pasi që lidhet me saktësinë e të shqiptuarit të fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Edhe është interesant se është një veçori, leximi i Kur'anit në mënyrë të përsosur dhe artistike, që na mëson shkenca e tajwidit. Kjo është një veçori që vetëm Islami, vetëm Kur'ani e ka. Asnjë libër tjetër në histori nuk lexohet, nuk recitohet në mënyrë artistike ashtu siç lexohet Kur'ani. E këtë mënyrë artistike na mëson kush? Na mëson shkenca e tajwidit. Dhe është një veçori e umetit pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë drejtim. Lidhja e saj me shkencët tjera është rendit ndër shkencët e të Kuranit, si ulumul Quran. Mirë po, është interesant se shumicën e kësaj shkence e gjejmë po ashtu tek librat e gjuhës, sepse është
bën pjesë e temave të gjuhës arabe. Përveç se, domethënë janë disa tema, konkretisht 4 tema që nuk janë në gjuhën arabe që Kurani e ka veçori këtë, domethënë i ka të veçanta. Cilët janë ato? Ato janë zgjatimet që implementohen në shkencën e tajwidit, që na mëson me zbatuar kjo në gjuhën arabe, domethënë nuk ekziston, porse në tajwid, në raport me fjalën e Allahut azza wa jall ekziston, domethënë është e veçantë. Italatul mudud, domethënë zgjatimet që do t'i mësojmë me lejen e Allahut azza wa jall, do t'i analizojmë më thellësisht. Po ashtu kanë thonë el-ghunan, edhe këto rregulla do t'i mësojmë, ku vjen në përdorim aspekti i hundës, pastaj po ashtu ndalesa e sekt që quhet, edhe këtë do ta mësojmë me lejen e Allahut azza wa jall, dhe po ashtu leximin në formë të bukur të Kur'anit, me zë të bukur. Domethënë kjo praktikohet vetëm me Kur'anin famullar. Edhe këtu e kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ai thotë nuk është prej nesh ai i cili nuk e zbukuron Kur'anin. Thonë recitimin e bukur të Kur'anit, që e bojmë me surat, si për shembull Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Domethënë këto zbukurimet, këto nuk i kemi në gjuhën arabe. Këto kemi vetëm se me Kur'an. Këto janë disa veçori. Edhe prandaj edhe është rendit po ashtu tek shkencat e Kur'anit. Kush janë themeluesit, një njohuri tjetër apo element tjetër që duhet me pas parasysh, themeluesit e kësaj shkence në formë praktike kush ka qenë? Do thonë Allahu azza wa jalla ka zbrit përmes Xhibrilit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata në praktike e kanë praktikuar. Mirë po si shkencë teorike, këtë e kanë bërë, do thonë e kanë bërë dietarët tonë të nderuar, të cilët e kanë përcjell këtë me saktësi nga sahabët, të cilët e kanë përcjell nga pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe burimi i kësaj shkence, cili është burimi i kësaj shkence, është suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka transmetuar sahabëve, sahabët e kanë marrë këtë, edhe ja kanë mësuar tjerëve, do thonë brezave të ardhshëm. Meselet e saj apo çështjet e saj, cilët janë rregullat përmes të cilëve arrihet të kuptohen apo të mësohen dispozitat e veçanta të kësaj shkence. Cila është dispozita në raport me këtë shkencë? A duhet me mësu muslimant shkencën e tajwidit apo nuk duhet me mësu? Këtu në fillim start, do të thonë mundem me përmend fjalën e imamit të madh në këtë shkencë, Ibn al-Jazari, i cili ka thonë wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwid al-Qur'ana athimu. Që do të thotë përvetësimi, mësimi i tajwidit, do të thotë qëllimi është shkenca e tajwidit, është i patjetërshëm. Kush nuk man lam yujawwid al-Qur'ana athimu, e ai i cili nuk e lexon me tajwid Kur'anin, thotë është mëgatar, do thonë bën gjunah. Subhanallah. Këtu duhet me pas parasysh se ka një diferencim. Diferencimi është shumë i rëndësishëm që të kuptojmë. Një pjesë, do thonë, është obligim, është shumë e vërtetë se është obligim. Ashtu që tha dhe Ibn al-Jazari. Cila është ajo pjesë? Është ajo pjesë e cila na ruan, do thonë, nga gabimet e lahn el-jali, nga gabimet e rënda. Sepse gabimet në Kur'an i kanë dhënë dietarët në 2 lloje. Një pjesë është, apo një kategori është e lahn el-jali, gabimet e rënda, tjetra është e lahn el-khafi, do thonë gabimet e lehta. Ai tajwid i cili na ruan nga gabimet e rënda, ai është obligim për çdo musliman, është fard ain për çdo musliman. Si për shembull, në vend ndonjë shkronje germe me ndrush germën. Për shembull, yudhillullah, thot yudhillullah. Sepse ja ndron edhe kuptimin. Ndonjëherë ka mundësi dhe i jep kuptim gabueshëm, jep kuptim shumë të keq. Apo ja shton ndonjë harf, ndonjë germ, apo ja heq ndonjë germ, apo ja ndron ndonjë zanore. Si për shembull, nuk thu siratal ladhina an'amta alejhim, po thu siratal ladhina an'amtu alejhim, a'udhu billah. Kjo është një gabim katastrofal. Prandaj çdo gabime do të konsiderohen prej gabimeve të rënda që nuk lejohet. Edhe këtu e kemi obligim ta mësojmë shkencën e tajwidit që na ruan
Thonë e cila na ruan nga gabimet e rënda. Thonë kjo është obligim për çdo musliman, fard ain për çdo musliman. Nësa në pjesa tjetër që është shqiptimi, ndoshta. Jo, faktikisht është ajo pjesa më detaje apo më specifike që është rreth disa rregullave më të detajuara, si për shembull ndalesat apo ghunën që do t'i mësojmë ghunën apo disa rregulla në qalqale dhe këto do ta mësojmë. Këto për shembull kanë thonë dietarët nuk janë obligim për çdo kënd me i ditë. Edhe pse edhe këtu ka khilaf, nuk është edhe mendimi tjetër që thotë obligim, mirë po mendimi më i saktë, wallahu alem, është se nuk është obligim, po është mustahab. Është, do të thonë, i pëlqyer. Edhe pse për ata të cilët janë eksperta, do të thonë është fard. Do të thonë përgjithësi mund të themi se është fard kifaje. Do të thonë fard i mjaftuar, fard obligim i mjaftueshëm që çfarë do të thotë, nëse një pjesë e umetit e mëson, atëherë bën obligoshmëria nga pjesa tjetër. Ndërsa nëse nuk e mëson askush, atëherë të gjithë e marrin, domethënë, mëkatin. Të gjithë e marrin mëkatin. Prandaj, domethënë, kjo pjesë që është më specifike, më detaje, që nuk është obligim për secilin. Amo pjesa e cila, domethënë, tajwidi, i cili na harron nga gabimet e mëdha në shqiptim të Kur'anit, të fjalëve të Kur'anit, ajo është obligim. Domethënë, është obligim. Prandaj edhe është me rëndësi ta mësojmë dhe Allahu xhelle xhelalu na obligon në Kur'an. Ai urdhri është për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam këtu, ama vlen për gjithë umetin. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Warattilil Qur'ana tartila." Dhe lexoje Kur'anin në formë të ngadalshme dhe qartë. Qartë çka është me qëllim? Është me qëllim shkronjat edhe ndalimet. Prandaj edhe këtu e shohim prapë, do të thonë del në pa shfaqet rëndësia e kësaj shkence të ndershme, që shkencë për shkencëve të fesë Allahut subhanahu wa taala, e cila siç thash edhe më herët, na mundson me lexu, me recitu Kur'anin ashtu qysh na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj e lutim Allahun azza wa jall që të na ndihmojë në vazhdimsi që ta mësojmë këtë shkencë në formën më të mirë dhe më të kompletuar. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله.